Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum waqtada bihadyihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për çdo mirësi dhe begati me cilën na ka pajisur. Kërkojmë udhëzim të sigurt nga ana e Allahut Azza wa Jall. Dhe kërkojmë nga ai që të ruhemi nga veset dhe veprat tona të liga. E lutim Allahun Subhanahu wa Taala që të na orientojë në rrugën e drejtë Islamin dhe të na largojë nga rrugicat të cilat të çojnë në humner dhe të çojnë drejt rrugës së shejtanit. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë besimtarë muslimane që pranuan ta pasojnë rrugën e tij deri në frymen e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se takohemi në takimet tona javore me një tematik të rëndësishme për secilin njeri, për secilin musliman në jetën e kësaj bote. Zemra mes sëmundjes dhe shërimit. Kemi arritur të një sëmundje e re, pasi që kemi shpjeguar dy sëmundje të rrezikshme dhe pasojat e tyre, mendimallsinë dhe hipokrizin, sonte me lejen e Zotit fuqiplot do të flasim për një sëmundje gjithashtu të rrezikshme dhe në një nivel të lartë të rrezikut për muslimanin dhe muslimanen, e që është xhelozia, ose në gjuhën arabe el hased. Pra, xhelozia ose zilia ose smira mund ta quaj me terme të ndryshme, por është e rëndësishme që të kuptojmë se çka kemi për qëllim me hasedin, me xhelozin. Dietarët islam të nderuar vëllezër besimtar e kanë komentuar hasedin apo zilin apo xhelozin si një sëmundje e rrezikshme shpirtërore që mund ta kaploj secilin prej njerëzve. Një sëmundje e cila ka ndarë shumë njerëz mes veti. Një sëmundje e cila ka sjell dëme të fuqishme në mesin e njerëzve. Xhelozia është dëshira e flakt e njeriut për ta larguar ndonjë prej begative dhe mirësive të Zotit tek pala tjetër. Ose dëshira e flakt e njeriut për ta kapluar palën tjetër ndonjë fatkeqësi. Pra, me këtë definicion, e kuptojmë se xhelozia është mosdurimi i njeriut për ta parë një gjë të mirë që Allah ja ka jap dikujt tjetër. Mosdurimi i njeriut për ta parë diturinë e dikujt që Allah e ka veçuar me atë dituri. Mosdurimi i njeriut për ta parë dikë që ka bërë pasuri të shumt e ky nuk ka pasuri. Mosdurimi i njeriut për ta parë dikë në pozitë e ky nuk ka pozitë. Mosdurimi i njeriut për të pasur dikush famë, ndonse ky nuk e ka famën. Andaj, xhelozia apo zilia është pra ajo kërkesa e egos dhe nefsit që njeriu t'ja asgjësoj të mirat që Zoti ja ka jap dikujt tjetër. E Allahu Azza wa Jall na tha në Kur'anin famëmadh: "Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih." Tha, apo i xhelozoni krijesat e Zotit që Zoti ja dha ato të mira, e ju po i xhelozoni ata? Andaj, xhelozia është një sëmundje e rrezikshme e zemrës, ku ti asgjëson veprat shumë shpejt, ku
ti shkrin veprat e mira që i ke bërë në qoftë se ti vazhdon me xhelozi ndaj njerëzve të tjerë. Jo rastisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërin prej haditheve ka thënë: "Iyyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-naru al hatab." Pa keni frikë dhe ruajuni nga xhelozia dhe smira ndaj njëri tjetrit. Sepse xhelozia i han veprat e mira ashtu sikurse që pra zjarri i han dronjat. Pra, sipas Ibn Rajabit, të nderuar vëllezër besimtar, ashtu si zjarri e djeg drurin pa lënë gjurmë, ashtu edhe hasedi dhe xhelozia, pra, i djeg veprat e mira, sepse e prish njetin e pastërt dhe e prish moralin e njeriut. Gjithashtu ka thënë edhe Imam Newawiu, hasedi apo zilia e shkatërron zemrën para se t'i shkatërroj veprat. Sepse e shty njeriu në gjunahe, në përgojim, në armiqësi dhe në dëmtim ndaj palës tjetër. Andaj me të vërtet ky hadith është i frikshëm, të nderuar vëllezër dhe motra. Zilia dhe smira ndaj tjerëve ti han veprat e mira që i ke bërë në jetën e kësaj bote, është kërcënim shumë i madh. Njeriu e jep sadaka, njeriu ndihmon të varfër, ndoshta i ka ndërtuar edhe shtëpi, ndoshta njeriu edhe mirëmban familje të caktuara, por ka zili dhe xhelozi me shokët e vet, ka zili dhe xhelozi me familjarët e vet. Zilia ti han dhe ti djeg veprat e mira, sikurse që zjarri i djeg drut. Andaj duhet kemi kujdes dhe ta përmirësojmë zemrën tonë. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka transmetuar në hadithe të shumta dhe na ka ndaluar nga zilia. Dhe në njërin prej haditheve ka thënë: "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanafasu." Thot pejgamberi alayhis salam, dhe mos keni zili ndaj njëri tjetrit, dhe mos e urrejni njëri tjetrin, dhe mos konkurroni, dhe mos u shtyni me njëri tjetrin. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Bëhuni vëllezër për hir të Allahut subhanahu wa taala. El muslimu akhul muslim. Muslimani është vllai muslimanit, nuk e nënçmon, nuk e maltreton dhe nuk ja merr hakun atij. Nuk ja merr hakun atij. Andaj thot Imam Kurtubiu, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala tahasadu", dhe mos keni zili njëri tjetrin, këto ndalohet hasedi pra që përfshin dëshirën për mja heq një begati vllaut tan apo motrës tënde muslimane. Kurse sa i përket zilis që lejohet, ajo nuk hyn në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhelozia është një sëmundje e cila e nxin zemrën, e prish zemrën tënde, e ndot zemrën tënde me inat, përgojim dhe armiqësi ndaj njerëzve të tjerë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur se cilët janë njerëzit më të mirë, ja Rasulullah, çka tha pejgamberi alaihi salatu wasalam: "Huwa at-taqiyyu an-naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad." Pa besimtari më i mirë të Zotit është ai i cili është i devotshëm, i pastërt në zemrën e tij. Ai i cili nuk ka gjunah, nuk ka gabime, nuk ka kundërshtime, dhe në të nuk ka smir dhe nuk ka xhelozi. Pra me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se prej cilësive më të mira për qenje besimtarit dashur dhe më i mirë te Allahu është që të mos kesh xhelozi dhe smir ndaj njerëzve të tjerë. Thot Ibnul Qayyim al-Jauziyja, Allahu e mëshiroft, pastërtia e zemrës është baza e devotshmërisë. Kur zemra është e pastër nga xhelozia, nga mendjemasia, nga hipokrizia dhe smira, atëherë pra kjo është bazament shumë i fuqishëm që njeriu të bëhet i devotshëm edhe në sektoret e tjera të jetës. Kurse hasedi thot e ndot zemrën dhe e prish atë
sepse ajo pastaj është shkak që me i sjellë edhe gjunahet e jashtme. Xhelozia, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, është e dëmshme dhe rrezikshme për shoqërinë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që edhe të ruhemi nga ata cilët bëjnë kanë smir ose kanë xhelozin ndaj neve, që të themi vazhdimisht suret e Kuranit, sidomos suret e fundit të Kuranit, të cilat pra e ruajnë njeriu nga xhelozia dhe smira dhe msyshi. Për këtë arsye surja Al-Falaq ka zbritur Qul a'udhu bi rabbil falaq. Pra thuaj, unë kërkoj mbrojtje nga krijuesi, pra prej dëmit të çdo krijese që ai krijoi. Unë kërkoj mbrojtje nga ai i cili krijoi agimin. Pra Zoti i agimit. Min sharri ma khalaq. Nga gjitha ajo që është sherr dhe që ka krijuar. Deri në fund, wa min sharri naffathati fil 'uqad. Dhe kërkoj mbrojtje nga Zoti nga ato të cilët bajnë lidhin nyje. Pra, të cilët janë magjistar, janë ata ziliqar, janë hasedxhi, të cilët pra mund të dëmtojnë ty në aspektin shpirtëror. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njofton se njëra prej dëmeve më të mëdha që i është bërë ummetit islam është xhelozia ndaj njëri tjetrit. Nuk ka diçka që i ul muslimanët, i lë mbrapa muslimanët. Nuk ka diçka që i dobëson më fuqishëm ata se sa inati dhe smira ndaj njëri tjetrit, dhe xhelozia ndaj njëri tjetrit. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, dabba ilaykum da'ul umam qablakum al-hasad wal-baghdha. Tha, kanë për t'ju ardhur dhe goditur sëmundjet e ndryshme të popujve të mëhershëm. Cilat janë ato sëmundje që kanë goditur popujt e mëhershëm? Janë el-hasad wal-baghdha. Xhelozia dhe urrejtja ndaj njëri tjetrit. Xhelozia dhe urrejtja ndaj njëri tjetrit. Wa hiya al-haliqa. Dhe tha ajo është që ruan dhe shkatron. La aqulu tahliqu ash-sha'ra walakin tahliqu ad-din. Nuk po them që ruan kokën, por e ruan fen tuaj. Pejgamberi sallallahu e ka quajtur xhelozin dhe inatin dhe urrejtjen ndaj njëri tjetrit si ruajtës të fesë e jo të kokës. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, njëri prej komentatorëve të Sahihut të Buhariut, që për 25 vite më radh e ka komentuar Sahihun e Buhariut, thot e ruan fen, do të thot se e shkakton ose e shkatron imanin e personit gradualisht, duke e qua njeriu drejt padrejtësive për shkak xhelozisë dhe drejt mohimit të vërtetës dhe hakut. Kjo është që e ruan fen. Pra ruan fen tënde sepse ta humb imanin gradualisht dhe të bën që ta mohosh të vërtetën dhe t'i bësh zullum të tjerëve. Kjo është ruajtja e fesë, kjo është humbja dhe shkatrimi i fesë tënde. Xhelozia mund ta çojë njeriu deri në mosbesim, Allahu na ruaj. Sepse ti indirekt nuk i beson Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kur ka diskutuar për xhelozin dhe për ata të cilët pra kanë një lloj mosbesimi ndaj Allahut azza wa jall, ka thënë humul ladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Janë ata njerëz të cilët i xhelozojnë njerëzit me ato që ju ka dhënë Allahu, që indirekt thotë Ibn al-Qayyim, ti pra je duke kundërshtuar Allahun, se Allah ja ka dhënë ato të mira. Pse ti kundërshton? Pse ti e xhelozon? Pra ti indirekt je duke e mohuar besimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse nuk mund të themi se është dalje prej islamit. Imam Ghazaliu thot, hasedin e thelb është pakënaqësi me caktimin e Allahut azza wa jall. Ti nuk e mohon kaderin, por ti indirekt je je i pakënaqur me ato të mira që Zoti ja ka dhënë vllaut tënd, motrës tënde, komshiu tënd, shokut tënd e kështu me radhë. Andaj, nëse i qasemi kështu zilis dhe xhelozis, atëherë secili prej neve do të stejpej dhe nuk do ta xhelozonte dikë tjetër.
Allahu Azza wa Jall ka dalluar njerëz me urtësinë e tij, diku i ka jap famë, diku i ka jap dije, diku i ka jap elokuencë, e diku i diçka tjetër, por kjo është me begatinë e Allahut subhanahu wa taala dhe ne nuk kemi nevojë që të xhelozojmë të tjerët sepse ai çka ke ti nuk e ka dikush tjetër. Atë që e ka dikush tjetër nuk e ke ti, andaj secili e plotësojmë njëri tjetrin. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla tha se disa prej juve ne do t'i dallojmë me furnizim. Mirë po te Allahu Azza wa Jalla të gjithë janë të barabartë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala dëshiron të na vëdësoj se Allahu përderisa i ka dalluar disa njerëz me disa të tjerë në disa aspekte të mirësive dhe begative, e rëndësishme te Allahu është devotshmëria. E rëndësishmja te Allahu Azza wa Jalla është devotshmëria. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma i mirë për ju te Allah është ai që është më i devotshëm. Ani pse ka famë, ani pse ka pasuri, por këto nuk e bëjnë që të jetë më i mirë te Allahu. Te Allahu devotshmëria është kushti kryesor për të qenë i mirë dhe i dalluar tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'uda, ma saqa kafira minha sharbata ma." Thot sikur të kish pas vlerë këtë dynja te Allahu, sa krahi mëshkonjes nuk do t'i kishte dhënë ujë pa besimtarëve. Por përderisa nuk ka vlerë, le t'i jap. Përderisa nuk ka vlerë, Allah i ka jap. Edhe pa besimtarëve ka jap të mira dhe begati dhe mirësi që ndoshta nuk na ka jap edhe neve si musliman. Por sikur të kishte pas vlerë te Allah Azza wa Jall, me të vërtetë do të bënte dallimin mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Po përderisa nuk ka vlerë kjo botë, e bota tjetër është e përhershmja, atje do të gëzohen dhe do të dallohen muslimanët nga pabesimtarët. Kurse në këtë botë Allah ja ka jap edhe besimtarëve edhe jo besimtarëve. Thot Ibn Taymija, ky hadith tregon se fama dhe pozita nuk janë shenjë e nderimit tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall tha, mos lakmoni në atë që Allahu disa i gradoi me diçka e disa të tjerë, pra nga disa të tjerë ose mbi ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në punë të ahiretit shikoni atë që është më lart se ju. Ndërsa në punë e dunjas shikoni atë që është më poshtë se ajo. Kështu nuk do t'i mohoni të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Këtë hadith e ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi. Pra, në punë të ahiretit shikoni atë që po falet më shumë. Dhe keni një lloj xhelozie ndaj tyre, bënu më të mirë dhe ju falnu. Shikoni atë që po jap sadaka më shumë. Kurse në punë të dunjas, shikoni atë që është më i varfër se ju, shikoni atë i cili nuk ka strej, shikoni atë i cili nuk i ka mundësi sikur se ju. Kështu do të krijoni një lloj balance për ta falendëruar dhe për të mos i mohuar të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, të gjitha këto tekste na sqarojnë që muslimanët dhe muslimanja nuk do ta xhelozojnë njëri tjetrin. Muslimanët dhe muslimanja nuk kanë arsye ta xhelozojnë njëri tjetrin. Sepse duke xhelozuar tjetrin e kanë kundërshtuar kaderin e Allahut. Duke xhelozuar tjetrin janë duke kundërshtuar direkt besimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj, pse xhelozon? Zoti t'i ka dhënë gjitha të mirat. Ti për disa gjana je i dallueshëm prej tjerëve. Në qoftë se Zoti s'ka dhënë pasuri, ta ka dhënë një zë të bukur që ti dallohesh prej tjerëve. Në qoftë se Zoti s'ka dhënë zë të bukur, Allahu ta ka dhënë një pamje të mirë që dallohesh prej tjerëve. Në qoftë se Allah Azza wa Jall s'ka dhënë pamje të mirë, Allahu të ka dhënë një pozitë që dallohesh prej tjerëve. Andaj, ti ke diçka që Zoti të ka dhënë nuk e kanë tjerët. Falenderoj për atë mirësi. Wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum fa inna adhabi lashadid. Në qoftë se ju falenderoni, unë do t'u ashtoj të mirat. Edhe ato që nuk i keni do t'u ashtoj, do t'u adhon. Në qoftë se ju mohoni begatitë e mia, me të vërtetë dënimi i Zotit është i madh. Andaj, a thua vallë ja vlen që ta xhelozojmë njëri tjetrin? A thua vallë ajo famë dhe ajo pasuri do të shpëtoj njerëzit nesër në ditën e gjykimit? Apo është elementi kryesor që edhe ti mund ta bësh edhe të tjerët?
devotshmëria tek Allahu Azza wa Jall. Kjo është privilegji më i madh. Ky është dalluesi më i madh mes teje dhe njerëzve. Andaj bëhu i devotshëm që të jesh i dallueshëm në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të vazhduar me temën tonë, xhelozia. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke diskutuar për një temë të rëndësishme, një smundje të rrezikshme të zemrës, që ja zgjëson veprat e muslimanit dhe muslimanës, sikurse që druri ndizet dhe digjet nga zjarri, ashtu edhe xhelozia i djeg veprat e mira të besimtarit. Dhe erdhëm në përfundim se nuk ja vlen që muslimani dhe muslimania ta xhelozojnë njëri tjetrin, sepse kështu e kundërshtojnë mirësinë dhe begatinë e Zotit që ja ka jap dikujt tjetër. Por kjo xhelozi nuk është gjithmonë e ndaluar. Kemi dy raste në Islam kur xhelozia lejohet. Dhe kjo me argument nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: la hasada illa fi ithnatayn. Nuk ka xhelozi përveç se në dy raste. Pra nuk lejohet xhelozia përveç se në dy raste. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Tha një burri, një njeriu që Allah Azza wa Jalla ka dhënë begati dhe mirësi nga ana materiale dhe e shpenzon atë në mënyrë të drejtë, pra me drejtësi tek ata të cilët kanë nevojë. Dhe i dyti, rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Dhe një person i cili Allah Azza wa Jalla ka dhënë hikmetin, urtësinë dhe diturinë, dhe pastaj sipas asaj diturie dhe urtësie ai gjykon dhe i mëson të tjerat. Pra, në këto dy elemente, në pasuri dhe në dituri, lejohet që muslimanët ketë xhelozi pozitive. Pra, ta lusë Allahun Azza wa Jall që Allah ta bëj sikur se ai ose më të mirë se sa ai, por ju ta doj humbjen e diturisë ose të pasurisë për palën tjetër, sepse kjo hyn tek xhelozia ndaluar. Por xhelozinë në kuptimin që të bësh sikur se ai ose ai të jetë model për ty ose të bësh edhe më i mirë se sa ai. Këto dy lloj të xhelozisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i ka lejuar. Gjithashtu, në raport me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për 4 lloje të njerëzve, të cilët pra begatitë që Allah Azza wa Jalla ka dhënë, ose din të shfrytëzojnë siç duhet, ose janë prej atyre të cilët edhe pse Zoti ka dalluar, edhe pse Zoti ka privilegjuar me këto begati dhe mirësi, përsëri janë mohues të Allahut subhanahu wa ta'ala. I parë është pra një person nga ummeti pejgamberit e selam që Allah i ka dhënë pasuri dhe dituri. Dhe ai pasurinë dhe diturinë e tij shfrytëzon në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky është prej personave më të mirë. I dyti është ai person që Allah Azza wa Jalla ka dhënë diturinë, por nuk i është dhuruar pasuri. Pra Allah i ka jap dituri, por nuk i ka dhuru pasuri, dhe thot: sikur të më kish dhuru pasuria, kisha më dhënë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha, edhe ky i dytë e ka shpërblimin sikur se i pari, sepse po të kishte pas, do të kishte jap për hir të Allahut azza wa jall. E sa prej njerëzve sot nuk e kanë këtë mundësi, kanë dëshirë, kanë vullnet me jap për hir të Allahut, por Allah s'ua ka mësuar të jenë të pasur. Pa ky e ka shpërblimin e nejtë sikur se i pari. Personi i tretë është që Allah i ka dhënë pasuri, por jo dituri. E kundërta me kategorinë e dytë. Ati kishte dhënë dituri, por jo pasuri. Personi i tretë është që i ka dhënë pasuri, por jo dituri. Dhe thotë sikur të kisha unë, pra atë dituri, pa do ta shfrytëzoja në mosbindjen ndaj Allahut azza wa jall. Ky është prej personave të këqij.
që nuk i dënë Allahu Azza wa Jall. Dhe personi katërt, pra të nderuar vëllezër, kur as nuk i ka dhënë Allahu Azza wa Jall pasuri e as dituri, pra edhe ky person nuk do t'i shfrytëzonte, nëse i kish marr, nuk do t'i shfrytëzonte në mirësinë ndaj Allahut Azza wa Jall, por do t'i bënte në mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ky person hyn në gjunah edhe pse nuk i ka vepruar praktikisht, vetëm pse në jetën e ka pas që t'i baj keq dhe ta kundërshtoj Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu prej lejimeve të xhelozisë është që kanë cekur edhe dietarët islam është xhelozia e burrit ndaj gruas. Pra, kur burri ka një xhelozi mesatare, xhelozi të pranuar, ku nuk i lëshon frenat ndaj gruas bashortës e tij në mënyrë që ajo në mënyrë arrogante, në mënyrë të pakontrolluar, pra të kontaktoj me burrat e tjerë, të qëndroj me burrat e tjerë e kështu me radhë. Andaj kjo xhelozi lejohet për arsye se është ruajtje e nderit dhe ruajtje e familjes. Andaj thot Aliu radiallahu anhu, xhelozia e mashkullit është fe. Xhelozia e mashkullit është fe, kurse xhelozia e femrës shpeshherë është mosbesim. Pse? Sepse ajo buron më shumë nga ndjenjat sesa nga racionale. Kurse xhelozia e burrit zakonisht është racionale, ndonë se kemi edhe prej burrave të tillë të cilët xhelozinë e tyre ndaj grave e kanë si smundje. Kalon në smundje psikologjike dhe pastaj pra nuk ka të bëjë me dinën e Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Xhelozia vjen si rezultat i disa shkaqeve. Prej shkaqeve që sjellin xhelozin është hidhrimi me dikë dhe keqdashja ndaj dikujt. Pra kur unë hidhruhem me një person të caktuar, kur nuk më shkon muhabeti me të, kur jam ofenduar nga ndonjë qëndrim ose ndonjë fjalë që ma ka thënë, atëherë unë filloj që të kem xhelozin ndaj tij dhe filloj që ta dëmtoj atë. Dhe mundohem që t'i bëj dëm dhe mundohem që ai të mos ketë sukses në jetën e kësaj bote. Nëse shohim veten në gjendje të tillë, duhet edhe pse na kanë hidhruar, edhe pse na kanë dëmtuar, duhet t'i falim ata. Sepse prej cilësive të njerëzve më të mirë të Allahut Azza wa Jall është ata të cilët e frenojnë mllëfin e tyre dhe ata të cilët falin. Se thot Allahu Azza wa Jall, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Dhe ata të cilët pranojnë mllëfin e tyre dhe i falin njerëzit, pra këta janë njerëzit më bamirësa, këta janë njerëzit më të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu prej shkaqeve që sjell xhelozinë është arroganca, krenaria dhe pasioni për famë. Mendjemasia të nderuar vëllezër është burimi i xhelozisë. Jo rastisht edhe shejtani, pra si rezultati i arrogancës dhe mendjemasisë që kishte, e sjelli xhelozinë ndaj Ademit, ku tha ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Unë jam më i mirë se sa Ademi. Mua më ke krijuar nga zjarri, atë ke krijuar nga balta. Pra kishte arrogancë dhe mendjemasi, e buroi xhelozia në zemrën e tij dhe pastaj u bë refuzues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej shembujve në këtë aspekt është edhe xhelozia që kishin jahudit ndaj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kishin xhelozi sepse ishte pejgamber nga Kurejshet, nga Arabët, e nuk ishte nga Beni Israelit. Andaj, ata kishin xhelozi për pejgamberllëkun e tij. Dhe thonin siç Allah përshkruajti në Kur'an, dhe ata thanë pse nuk ju zbriti ky Kur'an një njeriu të madh nga dy qytete. Ose thanë, e nëse përuleni një njeriu që është si ju, pra si ju, vërtet atëherë ju do t'jeni njerëz të humbur.
Pra ata xhelozuan sepse dëshironin që tjetë nga fisi i tyre, tjetë nga populli i tyre, dhe xhelozonin se ishte arab nga fisi Kurejsh. Gjithashtu prej shkaqeve të xhelozisë është edhe natyra e ligë e njeriut normale që e ka, ose forma se si është rritur prej fëmijërie, ku nuk është dhënë e drejtë, nuk i është dhënë mundësi, nuk ka pasur lavdat aso ka qenë fëmijë. Në momentin që rritet, ai i xhelozon të tjerët, sepse ka bëshllëk në zemrën e tij. Andaj, një pjesë e madhe e fëmijëve të cilët janë xheloz, të cilët dëshirojnë që mos ta shohin mirësinë të tjetri, rezultatin e kanë, ose shkakun kryesor e kanë si rezultat i fëmijërisë së pakujdesshme ndaj tyre, ku nuk i është dhënë dhe nuk i janë plotësuar dëshirat e mjaftueshme për t'i pranuar të tjerët. Andaj, kur të rriten, ata e shfaqin këtë bëshllëk në korriz të xhelozisë dhe smirës që e praktikojnë ndaj njerëzve të tjerë. Andaj, pra, xhelozia të nderuar vëllezër në këtë aspekt është dy llojesh, xhelozi normale, që mund të kemi secili prej neve, por do ta shërojmë me metodët të shërimit që do t'i përmenim në fund të kësaj serie. Dhe xhelozia e dytë është xhelozia patologjike ose e papranueshme, ku njeriu pra përmes kësaj xhelozie dëshiron pra që mos ta lejë rahat palën tjetër, ta dëmtoj palën tjetër, t'ia kufizoj gjërat palës tjetër, të ketë kontroll të vazhdueshme mbi palën tjetër, këtë agresivitet ndaj palës tjetër. Kjo është pastaj kalon në xhelozi psikologjike, ku është smundje psikologjike e cila duhet të shërohet me psikolog dhe duhet të trajtohet tek njerëzit e duhur, sepse kjo xhelozi është e papranueshme, kjo xhelozi shndrohet përveç se në smundje shpirtërore, shndrohet edhe në smundje psikologjike, ku njeriu ka nevojë për trajtim emergjent tek njerëzit e fushës. Andaj, e lutim Allahun azza wa xal që të na bëj prej atyre të cilët e pastrojnë zemrën nga xhelozia dhe smira. E lutim Allahun që ta falenderojmë Zotin për çdo begati që na ka dhënë e nuk ja ka jap tjerëve. E lutim Allahun azza wa xal që të na bëj prej atyre të cilët kanë gjoks të hapur ndaj tjerëve, i pranojnë ata, u aduan të mirën atyre, dhe kur ata janë mirë, edhe zemrat tona do t'jenë mirë, edhe zemrat tona do t'jenë të kënaqura me suksesin e të tjerëve. Njeriu më i mirë te Allahu është ai që zemra i gëzohet kur kanë sukses tjerët. Zemra i gëzohet kur arrin të tjerët. Zemra i gëzohet kur marrin pozitat e tjerët. E për të arritur këtë nivel, don praktikë islame, don kuptim të thellë të teksteve kuranore dhe haditheve profetike, don zemërgjërsi, don rritje të shëndetshme, don përkujdesje me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në takimin ton të radhës, do të fokusohemi tek disa shembuj nga historia që na mësojnë se xhelozia është një smundje e rrezikshme që lë gjurmë të pashlyeshme në historinë e secilit prej neve. Deri në takimin tonë të radhës ju lëm në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut azza wa xal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.